Selamu alaikum rahmetullahi wa barakatuhu. Përshëndetje të dashur shikues, miq të dashur e të nderuar ju që po përcjellni radio televizionin Pendimi. Mirë se erdhët në emisionin Drita e së vërtetës. Mirë se erdhët nga studio qendrore e radio televizionit Pendimi në Prishtinë. Ju përshëndes, unë drejtuesi i programit Avni Lugiçi. Rikthehemi së bashku në edicionin e sonтëm me hoxhën e nderuar Fadil Musliju. Selamu alaikum, mirë se erdhët e falenderit që edhe sonte jemi neve. Aleikum assalam, rahmatullah, mirë se gjatëm Allah shpërbleft. Amin. Të dashur shikues e dëgjues të radio televizionit Pendimi, sonte në pjesën e parë të programit, si zakonisht me hoxhën Fadil, kemi trajtim të një temë mjaft interesante, një temë që ka të bëjë me disa prej cilësive të besimtarit që duhet i ketë për të trajtuar edhe për të qenë edhe si besimtar i mirë, sepse besimtari nuk shpif, besimtari nuk mashtron, besimtari nuk ofendon. E kështu titullohet tema që sonte do ta trajtoj hoxha i nderuar Fadil Musliju në këtë pjesë të parë të programit, për të kaluar pas tek pjesa e dytë e bashkëbisedimit me ju dhe pyetje përgjigjeve tuaja. Duke mos dashur që të humbim shumë kohë, menjëherë e kalojmë fjalën tek hoxha Fadil për të nisur trajtimin e kësaj çështje teme. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ومن تبعه وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Të gjitha falënderimet i takojnë Allahut të madhëruar, vetëm Allahun e falënderojmë, vetëm Allahut i mbështetemi dhe vetëm prej Allahut ndihmë dhe falje kërkojmë. Paqja, mëshira, bekimet dhe lavdatat e Allahut qofshin për të dërguarin ton të fundit, Muhammedin alayhi salatu wassalam, për familjen e tij, për shokët e tij dhe për të gjithë ata besimtar musliman që pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër dhe motra, kudo që jeni dhe nga do që po na ndjekni, ju përshëndesim me përshëndetjen islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. E falenderojmë Allahun Teala që na ka mundsuar të takohemi sot në takimin e radhës dhe sonte inshallah Teala për pak kohë do të flasim për etikën, për edukatën e besimtarit musliman që duhet ta ketë gjatë të folurit. Nuk do të flasim në pika të detajizuara me i fol gjitha ato që thuhet për edukatën apo për etikën e besimtarit gjatë të folit, sepse koha nuk na jep hapësirë apo nuk kemi komoditet, se është etika apo edukata të folit është një kapitull në vete. Mirë po, do të flasim për disa fjala, apo për disa shprehje jo të mira, që i kanë një pjesë e besimtarëve musliman që fatkeqësisht po manifestohen apo po shfaqen edhe publikisht. Besimtari musliman duhet të jetë i kujdesshëm gjatë të folurit të tij dhe duhet ta dijë se çdo fjalë e cila del nga gjuha për të ka me dhanë llogari, për të ka përgjegjësi. Pra, është përgjegjës për çdo fjalë që çet nga goja e tij. Andaj, çfarë duhet me bë? Duhet me pas një rregull, një parim, është një rregull i artë që e ka vendosur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që ka thënë men kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yaqul khairan aw liyasmut. Që do të thotë, ai i cili beson Allahun dhe ditën e gjykimit, beson Allahun pra me bindje të plot, edhe ditën e gjykimit, ditën kur do të jap llogarin para Zotit, le të fol mirë, le të flas mirë ose le të hesht. Ky është një parim në këtë kapitull, pra që do ta kemi parasysh. Ajo që do ta trajtojmë sonte është se besimtari musliman nuk bën shpifje. Besimtari musliman nuk mallkon. Besimtari musliman nuk ofendon, nuk shon. Besimtari musliman nuk flet fjalë të ndyta. Nuk flet fjalë të ndyta. Kjo është e qartë se gjitha këto që i përmendëm janë të ndaluara. Për ata pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thonë lejsel mu'minu bit-ta'ani wala bil-li'ani wala bil-fahishi wala bil-badhi. Që do të thotë se besimtari
besimtari musliman nuk shpith. Bile nëse përkthejmë bukfalisht lejse l-mu'min, do me thonë nuk është besimtar, ai cili shpif, ai cili mallkon, ai cili ofendon, ai cili fol fjalë të ndyta. E tash kjo lejse l-mu'min nuk është besimtar. Është më thonë në kërcënim, në frikë e madhe, nëse qëndron bashkë kështu. Qëllimi për këtë, siç kanë thonë dietarët islam, nuk është besimtar, ai që shpife kështu me radhë, është për qëllim nuk është besimtar me besim të plot. Nuk është besimtar me besim të plot, ai cili shpif, ai cili mallkon, ai cili ofendon, ai cili fol fjalë të ndyta. Pra, nuk është besimtar me besim të plot, me iman të plot, ai cili shpif, ai cili mallkon, ai cili ofendon, ai cili flet fjalë të ndyta. E para, bit ta'an, që është përmend këtu në fillim të hadithit, nuk është besimtar, ai cili mallkon, do të thotë ai cili dëshiron që njeriu të largohet nga mëshira e Zotit. Me mallku njeriu është me dash me largue njeriu nga mëshira e Zotit. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka ndaluar që besimtari të mallkoj. Dhe do të me pas kujdes të gjithë, në përgjithësi, në veçanti ata të cilët janë prindër, me pas kujdes, pra, sepse nga njëherë ka dhe prej prindve që i mallkojnë fëmijët e tyre. Ka dhe prej prindve që i mallkojnë fëmijët e tyre dhe do të me pas parasysh se janë disa momente, janë disa kohë që nëse besimtari gjendet duke u lutur për dikant apo kundër dikujt, atëherë mundet me ju pranu lutja doaja. Kështu që do të me pas parasysh se mallkimi është runa Zot, me ja dëshiru njeriut çka largimin nga mëshira e Zotit. Apo me lut Zotin që personin që po mallkon mos me mëshiru, me hub kën dynjan edhe ahiretin. Kjo është e rrezikshme. Andaj do të pas parasysh se besimtari musliman duhet të jetë i kujdesshëm kur të flas me njerëzit, është fjala me njerëzit që ka mosmarrveshje, me njerëzit që shkaktojnë probleme, apo me njerëzit që provokojnë, apo që të ofendojnë, apo që të nënshmojnë, apo të injorojnë. Në ato raste zakonisht njeriu mallkon ose shan, ose ofendon, ose fol fjalë të ndyta. Pra, do të me pas parasysh se besimtari musliman këtë nuk e bën mallkimin për njerëzit. Asnjëherë me përjashtim nëse armiku, zullumçar, bën dhunë, bën zullum ndaj një personi, apo ndaj një familje, apo ndaj një popull, apo ndaj një vendi, a lejohet me lut dënimin e Zotit për ta, a lejohet me mallkue, po lejohet sepse është pamundësua, po është vështërsuar jeta, ashtu që ka vështërsuar disave prej besimtarë musliman në kohën bashkohore. Tjetra, pra besimtari nuk është pra bit ta'an, nuk është që bën shpifje, që ju ngjet njerëzve fjalë. Pra nuk mallkon, pra nuk është bil li'an, po edhe nuk ka bit ta'an, që do të thotë bën shpifje për njerëzit. Çka do me thonë shpifje? Shpifje është me thonë për dikën diçka që ai nuk e ka. Me shpif për ta. Pra kjo është shpifje, nuk e ka. Një send e njeri, edhe dikush thashti me ungrit edhe me fol diçka çka ai nuk e ka. Kjo është shpifje. Kjo është shpifje runa Zot prej saj. Edhe ka sot fatkeqësisht musliman që shpifin për muslimanët
ja mveshin apo ja ngjesin ato që nuk e kanë. Bojnë shpifje për kanë për besimtarët musliman. Dhe do të me pas parasysh se shpifja në farë formë është një lloj shkatërrimi, sepse për shkak të shpifjeve ka njerëz që kanë dajt me vite në për burgje, për shkak të shpifjeve përpara ka pas njerëz që janë ekzekutuar. Po, i kanë shpif, kanë thonë ky armik i vendit, ose ky është shpion, ose ky është bashkëpunëtor me armikun, apo diçka të gjashme, pastaj pushteti çka është ngritë ka marrë dhe pa e konfirmuar lajmin e kanë ekzekutuar. Kjo ka ndodhur edhe në vendin ton, po flas para viteve 90 kur ka qenë ai sistemi komunist, ai sistemi totalitar ku ka mbizotruar i ligji në farë forme i xhungullës i fortë, ka hangër të daptin të ligun edhe na kemi qenë si popull, kështu ma i vogël me numër, pa fuqi ushtarake, pa fuqi intelektuale, se na deri në vitet e 70-ta nuk e kemi pas këtu universitetin, edhe ato që kanë diplomuar prej besimtarë, ato që kanë diplomuar prej shqiptarëve, kanë diplomuar ose në Zagreb, ose në Ljubljana, ose në Sarajevo, ose në Beograd, ose në Shkup, ose në vende tjera ku ka pas universitete, sepse tek ne nuk ka pas. Kështu që ka të këqyrës, dhe me thonë, kemi qenë popull i shtypër, edhe s'na kanë lanë me u shkollu, s'na kanë lanë me u ngrit as intelektualisht, as me u ngrit materialisht, s'ka lanë as me promovu biznes, as me hap biznes, as kur që s'ka mundësue. Kështu që, për shkak të shpifjeve kemi vujt. Pse? Se kanë thonë këta janë kundër bashkëjetesës, këta janë kundër shtetit, këta janë kundër kësaj, apo kundër asaj, dhe ka njerëz që janë kalbë në përburgje, kanë nejt me vite, me 10 vite, ka njerëz që janë ra, janë maltratuar, dhe në fund kanë dalë të pafajshëm, që kanë dalë krejthuajse të pafajshëm. Andaj shpifja, çfarë do të qoftë ajo vogël apo e madhe, është një gjuna prej gjunave të mëdhaja. Tjetra, besimtari musliman nuk është prej atyne që ofendon, që shan, sepse është etika apo edukata e ulët e besimtarit musliman me shame, me ofendu njerëzit, dhe është komplet kundërshtim me ato që na ka mësuar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam çish me usill me njerëzit. Është kundërshtim me ato që ka thënë Allahu wa qulu lin-nasi husna, njerëzve folni fjalë të mira, jo me i shata, me i ofendue runa Zot apo edhe me i lëndu ata apo ndjenjat e tyre. Për ata një sahabi, një shok i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, Jabir el-Hujaymi, ka shkuar te pejgamberi alayhi salatu wasalam, thotë dhe i kum thon, oj dërguari i Allahut, ma jep një fjalë apo një këshill ma jep të shkurtur për domethënëse. E pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i tha, la tasubbanna ahadan, që do të thotë mos e ofendoni askënd, mos e shani askënd. Dhe Xhabiri thotë, mas kësaj, thotë, njëtën tem, thotë, kur thotë një njeri qoftë i lirë, apo qoftë rab, se atëherë ka pas rab, apo një kafsh, apo një kafsh të madhe që shë devja, apo një kafsh të jem që shë delja, apo dhia, thotë, njëtën time kur, thotë, kanë nuk e kom shah. Njëtën time kur kanë se kom ofendu pasi që ma dha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam atë këshill. Po ashtu pejgamberi alayhi salatu wasallam ka thonë, inna min akbaril kabair, nga gjënohet më të mëdhaja, është en yel'ana ar-rajulu walidayhi, që njeriu me i mallkua apo njeriu me i shoh prindërit e tij. E i thanë të pranishmit, kejfe yel'anu ar-rajul walidayhi, çush ka mundsi njeriu me i mallkua prindërit e vet apo edhe me i shoh prindërit e vet. Ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kur njeriu ja shon dikujt tjetër babën, ai e ka shoh babën e vet. Dhe kur dikush ja shon dikujt nanën, apo e mallkon nanën e dikujt, atëherë ka mallkuar nanën e vet. Për ata ai që shon, ai që mallkon, ai që ka e shon e mallkon prindin e vet, jo prindin e dikujt tjetër, po prindin e vet. Për ata edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë, sibabul muslimi fusuq, me shoh muslimanin, me ofendu muslimanin, është gjunah prej gjunaheve të mëdha. Do me thonë prej fusuq, fisk është njësi, fusuq është shumësi,
Pra, shamja, ofendimi besimtarët musliman është prej këtyne gjënave apo prej fusukut. Po ashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tregon se sharja apo ofendimi i muslimanit është nga gjënaat, është nga mëkatet, është nga mëkatet. Në një hadith tjetër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tregon për ata dy që shohin fyn njëri tjetrin, ka thonë ai cili shan i pari, ofendon i pari, ai e bërë tërë gjunahën në kusht që në përgjigjen e vet nuk e ka lënë masën dhe nuk thot më shumë se çka i është thënë. Pra ai që fillon i pari me shame ofendue, e merr barën kryesore me kusht që ky i dyti mos m'ia kthye ose mos m'ia teprue ato që ka thonë ai. Po ashtu kur jemi në këtë kapitull tregon Aisha radhiyallahu anha se si është përballë me shpifje apo me nënçmime edhe vetë pejgamberi alayhi salatu wassalam. Ka shumë kësi rastesh, po thot një ditë prej ditëve një grup jehudive erdhë te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i thanë Assalamu alejk. Do më thanë Assalamu alejk. Dikush që se kupton mirë menon që Assalamu alejk, jo Assalamu, po Assalamu alejk. Edhe kjo Assalamu është për qëllim tardë vdekja ty, apo vdekja qoftë për ty. I ka thonë jehudit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju përgjigj tha aleikum edhe juve. As kuzo më shumë edhe juve, dhe Aisha i tha u nervozuar me ata jehudit edhe ngriti zonin dhe tha Assalamu aleikum wa la'anakumullah wa ghadib aleikum. Tha vdekja ju art juve, Allahu ju mallkofte, Allahu qofti hidhruar i zemruar me juve, kështu me radhë. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot Aisha më tha Mehlen ja Aisha. Tha ka dalë, tha mos u ngot e Aisha, alejki bi rifq. Ka dalë, tha me butësi, tha mos u ngot dhe ki kujdes nga kush nga teprimi, ki kujdes nga teprimi apo nga vrasësia, pra nga varësia. Pra ki kujdes nga fjalët jo të matura. Edhe kur i tha kështu Aishës ki kujdes, do më thonë nga vrasësia, nga ngutia, nga fjalët e pamatura, fjalët jo të mira, atëherë Aisha i tha i dërguari i Allahut, a nuk i dëgjove çka thanë ata aty? Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam tha e ti nuk dëgjove çka thash unë. Unë i thash aty në juve ju ardh vdekja. Po, e tha aty në nuk ju pranon Zoti doan. Nuk ju pranon, sa ta se shim besimtar, as nuk u lutshim për mirë, diçka thot ndërsa mua çka mua Allah më pranon doan, edhe çush është ai rregulli se shpërblimi edhe dënimi është prej llojit veprës, çush e bën, edhe e gjetsh edhe kryet muhabeti. Andaj do të më pas kujdes kur jemi te këto fjalë, qof mallkimi, qof shpifja, qof ofendimi, qof fjalët e dyta, me pas kujdes se këto kanë pasoja jo vetëm në jetën e kësaj bote, por pastaj edhe në botën tjetër. Për ata dietarët islam ka thonë se mallkuesit nuk i pranohet dëshmia, domethënë që janë dëshmitar ai që mallkon ose ai që shan, ai që tepron, po edhe ndërmjetësimi nuk i pranohet në ditën e gjykimit. La yakunu al-anuna shufa'a wala shuhada yawm al-qiyamah. Kështu ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Pra mallkuesit, ata që mallkojnë nuk mund të jenë dëshmitar, se si pranohet dëshmia e tyre në ditën e gjykimit, por edhe nuk mund të jenë çka ndërmjetësues e ndërmjetësuese as shuhada e as dëshmitar. Pra, as nuk mundën me dëshmue, e as nuk mundën çka me ndërmjetësue tek Allahu te baraka wa taala. Për ata këto janë të ndërlidhura njëra me tjetrën, derisa dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë la'nul mu'mini ka qatlihi, mallkimi i besimtarit apo nema, me nem besimtar, me mallku besimtarin është sikur njësaj sikur vrasja e tij gati. Kështu ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam.
sepse ai që vret dikën, vrasi, mundet me të ndërpret mirat e kësaj bote, vrasi. Pa mundet me të ndërpret botës tjetër, jo. Ndërsa mallkuesi, kanë thonë dietarët islam, ta ndërpren edhe lumturinë e kësaj bote, ta ndërpren edhe ahiretin, edhe mëshirën e Allahut. Pse lutet që me të mallku Allahu, edhe me koni mallkum do me thonë me qenë i largum për i mëshires, për i kujt për i rahmetit të Allahu te bareke ve taala, qysh është shejtani i mallkuar. Për ata themi a'udhu billahi minash shaitanir rajim, mbështetëm Allahut të më mbrojë, të më ruaj nga shejtani i mallkuar, se Allah i ka thonë innaka rajim, ti je i mallkuar, do thotë ti je i larguar nga rahmeti, nga mëshira ime. Edhe tjetra me pas kujdes, sepse ai i cili mallkon runa Zot, nëse ato që ti e mallkon, ai nuk e meriton, shkon mallkimi tek ai. Me godit. Po ai nuk e meriton, çka do të kthehet ty. Ja. Runa Zot. Njeriu ja don të na të këshia dikujt ja gjon atina, ai si meriton, nuk i pranon trupi i tij, sepse se meriton atëherë çka të kthehen ty. Për ata do me pas bumerang. Po, do të me pas kujdes. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë men la'ana shay'an laysa lahu bi ahlin raja'at al-la'natu alayh. Ai që mallkon dikën dhe ai që është i mallkuar, ai nuk e meriton atë, do të thonë nuk ka bërë diçka për me u mallkue, atëherë çka i kthehet mallkimi, laneti i kthehet atina që po mallkon. Po ashtu besimtarët me pas kujdes nga fjalët e dyta, nga fjalët e ulta, nga fjalët e pista, të cilat nuk duhet të gjenden në fjalorin e besimtarit musliman. Për ata dhe vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë ma kana al-fahshu apo fuhshu, ma kana al-fuhshu fi shay'in illa shana wa ma kana al-haya'u fi shay'in illa zana. Ka thonë kudo që paraqitet biseda apo kudo që janë prezente fjalët ofenduese, fjalët e ulta, fjalët imorale apo amorale, ajo bisedë çka shëmtohet, apo ato fjalë shëmtojnë, çdo sa në shëmtojnë. Fjalët e pa moralshme, apo fjalët e dyta, fjalët e pista, të cilat i përdorin disa njerëz. Dhe ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ndërsa kudo që paraqitet turpi, marrja, ajo marrja apo ai turpi çka zbukuron sen. Edhe njeriu turpi e zbukuron, ndërsa fjalët amorale apo imorale çka e shëmton njeriu. Kështu që duhet me pas kujdes besimtari musliman nga këto gjëra që i përmendëm kalim kthe edhe pse për trajtimin e tyre se cila është kapitull apo temë veti. Mirë po u bë sot realiteti i hidhur apo realiteti i frikshëm, e shef njëri të e shoh njëri pa begajri hak në rrugë që të veç pse si pëlqen. Në televizor del atje një politikana, një biznesmen, një fytyrë publika. Ku di në kush del? A ne hoj valla. Me po sheshoj njerëzit, pse peshon, veç peshoj. Rrugës të kalu me kërë, pse ka bo një kërë të mirë, apo ka bo një shpit mirë, apo ka bo një standard mirë, do të më gëzue këta shajnë, dikush bën shpifje, thëtë ku me ditë kjo ka punu me haram, ka punu me drogë, pa punu e hish me drogë, kjo tjetër ka punu me to, veç kësi senësh, rona zot, ose ka lënë femne ndershme, shkojnë prekon moralin e saj, ka lënë burrin ndershëm, prekon moralin e tij, rona zot, pa kur far dëshmitar, pa kur far argumentesh, me një fjallë s'po metet kush pa etiketue, s'po metet kush pa ju bë shpifje, pa përgojue, pa ofendue, pa nënçmue, pa e shahe, pa e mallkue kështu me radhë. Andaj ne si besimtar musliman, të kjo fundit japim llogari për veten tonë, na të ruajmë veten, po dhe familjet tonë, aty ku kemi mundësi, edhe për të tjerët lutemi që Allahu t'i udhëzon t'i drejton, ashtu që lutemi për veten tonë, ashtu që është lutë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni es'aluka al-huda wa at-tuqa wal afafa wal ghina. O Allah, unë kërkoj prej teje el-huda, udhëzim,
o tuqa, devotshmëri, o l'afaf, dlirësi, o l'ghina, që ka pasurin halal. Allah në edhasht të mirët e ti, të dënjas dhe të ahiretit, edhe në përzidht me qenë prej atyne që janë banor, apo të shëgjimtar të gjenetit. Amin. Amin. Mirë, të dashur shikues se dëgjues të ndëruar, i trajtemi një teme të bukur me mesazh shumë të fuqishëm në këtë pjesë të parë të programit. Për gjithë ata që se kanë ndjekur, do të kenë mundësinë ta ndjekin në rrjetet sociale, është në transmetim dhe do të jetë edhe në ditët në vazhdim. Po e bëjmë një pauzë të shkurtër për të rikthyer më pas në pjesën e dytë të programit me pyetje përgjigje. Me shumë kënaqësi do doja që të kishim edhe pyetjet e juaja mbi këtë temë, por gjithsesi do të përpiqem edhe të përgjigjem edhe për tema të tjera së bashku me Hoxhën Fadil Musliu. Një pauzë shkurtër nga regjia deri në takimin pas pak çastesh. Deri atëherë, selam aleikum.